Nuk mund të pranojmë zgjedhjen me shërt, jemi të barabartë në antar të kuvendit me subjektin e tretë këtu në kuvend, por nuk jemi me rezultatin e zgjedhjeve. Votat kryhen atje te Sami Kurteshi, në KQZ. Komiteti për Politikë dhe Financa i Kryeqytetit në përputhje me dispozitat përkatëse duhet të ketë 11 antar. Kryesuesi i kuvendit është antar i komitetit në mënyrë të drejtë për drejtë, bazuar në formulën përfaqësimit proporcional, janë përcaktuar 9 antar nga subjektet politike dhe së bashku me kryesuesin përbërja aktuale arrin 90 antar, duke mbetur edhe një vend për të plotësuar. Duke qenë se në përqindje e votave ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje është shumë e afërt dhe me qëllim të respektimit të parimit të proporcionalitetit dhe korrektsisë, në dakordim të përbashkët është vendosur që vendi i mbetur të përcaktohet përmes çashtu kemi biseduar dje edhe së shortin ndërmjet këtyre dy subjekteve politike. Propozimi i Partisë Demokratike të Kosovës është që ne nuk mund të pranojmë zgjedhjen me shërt, sepse, si shke dhe fjala juaj kryesues, ne mund të jemi të barabartë në antar të kuvendit me subjektin e tretë këtu në kuvend, por nuk jemi me rezultatin e zgjedhjeve. Partia Demokratike e Kosovës, para Lëvizjes Vetëvendosje, në kuvendin e kryeqytetit ka 556 votues më shumë. Ndaj votimin edhe vullnetin e 556 votuesve, ne nuk mendojmë se duhet ta hedhim në shërt, sepse është një ligj i qartë. Formimi komiteteve të përhershme, ku bën pjesë edhe Komiteti për Politikë dhe Financa, bëhet sipas një udhëzimi administrativ i cili është shumë i qartë. Dhe që thotë se duhet të bëhet sipas përfaqësimit në kuvend. Në asnjë vend të vetëm, në asnjë nënd dhe në asnjë fjali të vetme nuk përmendën votat në atë udhëzim administrativ. Votat kryhen atje te Sami Kurteshi, në KQZ. Që atu kryhet edhe ndahen mandatet. Unë propozoj që i kandidati 11 pari ta vendosëm kuti, këtu, edhe të qesim shartë se ku ne i takon. Atëre kandidati i tretë i takon Partisë Demokratike të Kosovës.